Nën, këtë vajzë e dua për grua. Djali kërkon të nusë të martohet. I thot nënës së vet të shkoj të filan shtëpia, sepse atje ishte një vajzë që e do për grua. Nëna ja kthen. Birim, ajo vajzë nuk është për ty. Ti je një djalë që jeta të shkoj në studime, kurse ajo nuk posedon diplom. Ti je nga familje e njohur dhe pasanike, kurse ajo nga një familje e shtresës së ulët. Krahas gjithë këtyre, bia e filanit është më e bukur. Ajo është për ty. Djaloshi heshti derisa e përfundoi nëna e vet dhe i tha: Nëna ime, ajo për të cilën ti thua se nuk është për mua, unë e shoh se ajo është gruaja e vetme, e cila ka mundësi të më bën të lumtur. Ajo që thua se nuk posedon diplom fakulteti, ata e mësoi jeta diçka që nuk e mëson në librat e shkollës. Ajo që thua për të se familja e saj janë të varfër, ajo nuk ka nevojë për shërtor, si ne, por ajo punon vetë. Ajo nuk kërkon tepër nga se e di se çfarë është skamja, dhe është respektuese e prindërve të vet dhe i do ata shumë, edhe pse ata nuk patën mundësinë t'i plotësojnë ëndrat e jetës. Unë atë e kam parë, dhe ajo ecën rrugës e turpshme. Nuk e ngrit shikimin e saj në haram dhe posedon moral dhe sjellje. Kurse për bukuri, unë atë e zgjodha që ka shpirt. Shpirti i saj është xhenet dhe kjo më mjafton. Mua më pëlqeu. I thash vetes se do ta martoj. Ja përcolla një lajm se do ta kërkoj dorën e saj. Nuk dua që premtimin tim ta thyej dhe nuk dua që atë të nënçmoj. Unë kam motër. Nesër do të kem edhe vajzë dhe ka mundësi që ndokush të luan me to, nëse unë sot luaj me të. Nëna i buzëqeshi dhe i tha: Sa krenare që jam me ty, biri im.